ka qenë që nga agjensia e kthimit kompensimit pronave, se i kanë ndryshuar emërtimet, po të njëjtën punë bënin. Na vinte për një familje, për një qytetar, shumë herë kërkesa. Përgjigja jonë ishte për gjithnjë po e njëjta. Ne nuk ndryshonim. Atë nuk e kam kuptuar kur, këtë, sepse nuk ishim dhe kohë të mendonim shumë se ç'ndodh në institucionet e tjera. Ajo që na vinte keq ishte që kishte shumë qytetarë që vinin edhe natyrisht ne nuk mund t'i gjenim. Pse nuk mund t'i gjenim? Jugu i Shqipërisë ka zona të tëra që nuk janë të mbuluara me dokumenta të para 44-s. E kuptoj. Sepse ka ndodhur fatkeqësi natyrore dhe lufta. Janë djegur, janë përmbytur. Megjithatë ato pak që kanë shpëtuar janë grumbulluar pranë arkivave. Ajo pjesa tjetër pastaj e noterëve. U zbulua që noterët, që u bën noter privat, pa prit mas dolën noter privat, kishin punuar pranë gjykatave si noter për një akt, për shembull diplomën time kur të shkoja gjykundi, ma natorizon bënte ky noteri. Këta noter përvetësuan noterit e vjetra të noterëve që nuk jetonin më. Këto noteri, ata nuk kishin të drejtë të jepnin njësi me originalin, edhe se janë noter, sepse nuk ishin kriju stati dokumenti. Po, dhe këtë ndërkohë e bënin. Ata e bënin këtë, dhe këtë duhet ta bënte arkivi dhënien. Atëherë, nga 95-a, kur morën për herë të parë noterinë e Tiranës, Jon Mustafajin e famshëm, Muaren Vilën, Alishi është një grua, një Agalliu, do të thënë disa noterë që kanë punuar në Tiranë, vumre që mungonin, po themi, regjistra notarial të viteve kur ka filluar transformimi i Tiranës si kryeqytet. Mungonin. Kishin humbur, ishin djegur, ne nuk kishim gjë tjetër. Ishin marrë ndoshta? Marrë ndoshta nuk them se janë marrë, sepse po t'i kesh marrë nuk i përdor dot më dhe nuk të duan. Nuk janë gjëra. Megjithatë, në 2007-ën, unë personalisht këmbgula, kishim shumë vite që këmbgulnim, t'i mblidhnim nga gjithë rrethet. Kishte rrethe që nuk ishin, sepse një listë Manol Konomi, duket ka qenë ministri i drejtësisë në fillim, i cili ka urdhëruar bërjen e një bilanci sa arkiva kemi të gjykatave, noterive dhe hipotekave. Dhe ne kemi atë listë. Ka shumë qytete që nuk kanë, ju kanë humbur. Për shembull Durrësi nuk i ka që nga fillimi, domethënë, i periudhës mbas lufte. Në vitin 2007 arritëm një marrëveshje me dhomën kombëtare të noterëve, Ministrinë e Drejtësisë dhe Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave për të grumbulluar kudo që t'i gjenim. U gjetën në Tiranë, të tjera, prap i morëm, nuk është e gjitha komplet, u gjetën në Vlorë, u gjetën në Kavaj dhe në gjykata gjithmonë, këto të tjera të ishin dhe noterët, nga Kavaj na erdhi si një farmaci, sikur i kishte mbajtur në farmaci, arkivisti i gjykatës, nuk ja dia se emrin atij burri, nuk di të them sa bukur i kishte mbajtur, Korça na i solli, jo mirë të mbajtura, po ishin të rregullta, refuzuan Elbasani, gjykata se ishin ata që i kishin. Shërbimi që është bërë nga institucioni Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave ka qenë një shërbim që ndihmonte qytetarin, po ndihmonte edhe shtetin. Në filozofin apo në kodin deontologjik të arkivistit është që çfarë ke shërbeje në kohën minimalisht më të shkurtër. Dhe në këto kushte ne u vum i gjithë personeli në shërbim të nxjerrjes të dhënave për pronat nga pse? Sepse deri në vitin 90, tash të lutem, askush nuk mendonte që do ta merrte prap pronën. Unë kam raste pafund njerëzish që më thonë para një viti i dogji gjyqja nuk na duhen më. Do thënë i kishin djegur sepse kishte humbur çdo shpresë që do të kishte një ndryshim. Në këtë humbje shprese, ne u bëm shpresa e vetme që jepnim diçka. Por ne nuk kishim akte të mirëfillta prone. Kishim dëshmi të kryepleqve për një pronë në fshat. Kishim akte gjyqësore, ka raste për shembull që fshati pretendon kullota është e një personi, kur është e shtetit, kullota është e fshatit, domethënë gjëra të tilla. Aktet e pagimit të taksës së pronës, janë regjistrat, janë ruajtur, të gjitha bashkitë e Shqipërisë kanë këto. Dhe ne ja kemi dhënë qytetarëve. Në gjithë këtë, arkivistët, dhe të paktën unë atë formimin tim edhe në atë që flisnim me kolegët ishte, çdo gabim që bëjmë neve, nëse ne vëmë dorë, do iki nga xhepi jon. Do të thotë, do ta marrin, nëse është bërë një gabim, do ta marrin nga neve, se nga do t'i gjejë shteti, qeverit, shkojnë e vinë ndrohen, po prapë të neve, nga taksat tona. Në këtë
Filozofi, tonën, ne u munduam të nxjerrim dhe nxorëm nuk disa të them rekorde. E digitalizuam të gjithë këtë që nxorëm. Po keni parasysh janë me mira fonde, me miliona dokumenta të kaluara në dorë, që nga periudha 912 dhe më përpara saj, që natyrisht janë më pak, dhe deri në ditët që neve kishim dokumenta arkivore, që janë kontrolluar faqe për faqe, rrisht për rrisht, për të nxjerrë një emër. Po sot, ndodh kjo dhe në djenin tuaj? Në djenin time tash nuk jam shumë e mirë informuar se çfarë ndodh, neve bëm dhe programin, database-in e madh të pronarëve dhe të përndjekurve, politik, natyrisht, për t'i ndihmuar të veteranëve kishim bërë në vitet 80, pa menduar që të vinte dita kur gati 90% e veteranëve pjesëmarrësve të luftës nuk e kishin certifikat kartën e veteranit luftës.